Histori të fshehura të 7 qyteteve islame të lashta. Qytetërimi islam ka lënë gjurmë të thella në histori, por shumë prej qyteteve të tij të lashta mbeten pak të njohura për publikun e gjerë. Këto qendra nuk ishin vetëm vende banimi, por zemra të dijes, tregtisë, artit dhe besimit. Historitë e tyre të fshehura tregojnë se si Islami ndikoi në zhvillimin urban dhe kulturor të botës për shekuj me radhë. Mekka, përpara se të ishte qendra shpirtërore e muslimanëve, ishte një nyje e rëndësishme tregtare. Karavanet që kalonin aty lidhen Arabin me Afrikën dhe Azinë, duke krijuar një qytet ku ekonomia dhe besimi u ndërthurën natyrshëm. Medina nga ana tjetër u shndrua nga një vend modest në model shoqëror ku drejtësia, solidariteti dhe organizimi komunitar morën formë konkrete. Damasku ishte një nga qytetet më të vjetra të banuara vazhdimisht në botë në sundimin e muslimanëve. Ai u bë kryeqytet i dijes dhe administratës, duke strehuar biblioteka, xhami dhe tregje madhështore. Bagdati, i themeluar si qendër e kalifatit abasit, u kthye shpejt në simbol të epokës së artit islame. Shkencëtar nga kultura të ndryshme punuan së bashku në shtëpinë e urtësisë. Kordoba në Andaluzinë islami ishte një nga mrekullitë urbane, me rrugë të ndriçuara, biblioteka të mëdha dhe universitete të njohura. Ajo të i kaloi shumë qytete evropiane të kohës. Kairoja, e themeluar nga Fatimitët, u zhvillua si qendër fetare dhe intelektuale, ku Al-Azhari u bën një nga institucionet më të vjetra arsimore në botë. Së fundi, Samarkandi përfaqëson lidhjen mes lindjes dhe botës islame. I pozicionuar në rrugën e Mendafshit, ai u pasurua nga shkëmbimi kulturor dhe tregtar. Arkitektura e tij madhështore dhe roli në përhapjen e dijes e bën një perlë të qytetërimit islam. Këto 7 qytete dëshmojnë se historia islame nuk është vetëm histori luftrash apo sundimi, por histori ndërtimi, dije, arkitekture dhe bashkëjetese. Zbulimi i historive të tyre të fshehura na ndihmon të kuptojmë më mirë trashëgiminë islame dhe ndikimin e saj të thellë në formimin e botës, pra të asaj bote moderne. Pra muslimanët ishin arkitekt të qytetërimit. Nëpërmjet këtyre qyteteve mund të shihet se Islami nxit jo vetëm adhurimin, por edhe dijen, tolerancën dhe bashkëpunimin ndërkulturor. Shkollat, spitalet, observatorët dhe tregjet funksiononin si pjesë e një organizimi të qëndrueshëm urban. Udhëtar, dietar dhe tregtar lëviznin lirshëm, duke shkëmbyer ide, libra dhe përvoja. Kjo lëvizje vazhdueshme krijoi një rrjet qytetesh të ndërlidhura ku gjuha, feja dhe kultura bashkëjetonin. Trashëgimia e tyre ende ndihet sot në arkitekturë, shkencë dhe mendim filozofik. Duke studiuar këto histori të fshehura, brezat modern fitojnë një pasqyrë më të drejtë mbi rolin real të qytetërimit islam në historinë botërore dhe kuptojnë se përparimi lind kur dija dhe vlerat etike ecin së bashku. Kjo perspektivë historike ndihmon në rrëzimin e stereotipeve, forcon dialogun ndërfetar dhe nxit respektin për trashëgiminë e përbashkët njerëzore. Duke kujtuar se qytetet islami ishin ura lidhëse mes epokave, popujve dhe ideve, jo kufindarës, por hapësira bashkimi, zhvillimi dhe shpresë afatgjatë. Kjo trashëgimi mbetet burim frymëzimi për studiuesit bashkëkohor dhe për shoqëritë që kërkojnë paqe dhe mirëkuptim mes kulturave të ndryshme globale.